Okej, mirë, do të shkoj pak tek rasti 19 vjeçarit i cili është kapur tek shiste drogë dhe kokainë në Shqipëri, në kryeqytet, në Tiranë. Bëhet fjalë për Gledis Vatën, i cili është ndaluar në flagrancë, por çështja është që edhe ai është monitoruar prej disa kohësh nga uniformat blu. Do ndal pak tek kjo bisedë, do ndalim këtu tek kjo bisedë me të ftuarit për të kuptuar përse që në këtë moshë, një herë para fare se të bëm përshtypje që është 19 vjeçar dhe nuk është 19 vjeçari apo i riu i parë i cili merret me këtë lloj pune, po e quaj kështu në përditshmëri. Sa para mund të fitojnë, si rekrutohen këta të rinj. Po ndalemi tek disa detaje, ndërkohë që keni paralelisht duke parë edhe aksionin e policisë dhe çfarë ka kapur nga policia me ndalimin e 19 vjeçarit. Në sa asasi janë të ndara këto, Aida, pamjet që ka ndarë policia. Ma jepni pak, po, për të kuptuar pak, mi jepni pak videon e plot dhe të kjo ekrani, po, këto. Keni dhe foton, më ndaloni dhe të kjo. Qëfar sasie kanë këto, Aida? Ato janë 100 gramshe, 100 gramshe. Të gjitha këto, 100 gramshe se cila. 100 gram? Ne e bëjmë në mënyrë hipotetike. 1 gram zakonisht ka një. Se janë të vërtet, ato do të provohen. 100 gram. 1 gram ka zakonisht. 1 gram. Nuk është në pamjen e jashtë droga. Se mund tjetë edhe diçka më pak, e cila shitet me një vlerë tregu 80-100.000 lekë të vjetra, një, dhe sa i bie janë. 20 gram të këtë këtu? 20 gram, paka shumë? 20 gram, po. Dhe po ta llogarisësh, janë diku tek 4.000 euro, apo diçka më pak, pra 3.500, 4.000 euro, që ai mund të fitoj brenda një nate. Pra një 19 vjeçari që fiton 4, po jo si fiton gjitha i sa fiton ai pra se këtu duhet të dalim. Tani që ta nisim për së mbarjes. Po 4.000-5.000 euro që ai i mban me vete? Patjetër. Ndërkohë që okej. E qartë. Dukesh as pak për të çuditur sepse me sa duket vjen nga një grup ose kemi të bëjmë me një 19 vjeçar i cili ka, le të themi, një klientel të shumë. Se pa tjetër që kemi punohet me klientel, ka një klientel të ndërtuar dhe një klientel që aje ka të garantuar që brënda natës ose brënda 24 orëve apo e shumta 48 orëve, të gjitha të sasi ta ketë të shitur. Por paramendoj që një sasi e tillë, pra rreth 4.000 euro të fituara brënda 24 orësh dhe të ndara pa tjetër, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një 19 vjeçar i cili sasin lëndën narkotike e posedon vetë, pa tjetër që e merr diku. Edhe të ndarë prap shifrat e parave janë të larta që përfitohen. Dhe pikërisht këto shifrat të larta parash që përfitohen i bëjnë adoleshentët, minorenët, jo rrallëherë dhe të rinë të interesuar për të fituar para shpejt dhe duke e ditur shumë mirë se çfarë pasojash kanë pas. Duke e ditur shumë mirë që mund të arrestohen. Së pari është nevoja për para, nevoja për të shpejta, pa djerës, po rrezikshmëria është absolute. Pa djerës. Do 19 vjeçari 5.000 euro për t'i mbajtur në xhep. Jo, puna është si ka gjetur edhe pastaj ka vajtur atë. Pra, kush ja ka dhënë 5.000 euro për t'i mbajtur një 19 vjeçari i cili sa ka mbaruar gjimnazin edhe po shkon në vit të parë. Jo, ai me aq doza sa kishte i bie që ka filluar që në moshë shumë të vogël, Në rast se jeton në varfëri, sepse ka guxim shumë të madh. Ka guxim të madh që mban këtë lloj sasie. Patjetër. Në rast se ke jetuar në varfëri dhe nuk ke parë se si ta përmirësosh jetën tënde, sigurisht që do të shkosh këto ngjarje. Në rast se personi nuk do të jetonte në varfëri, nuk do të kishte këtë ngjarje, mund të kishte një ngjarje tjetër, por duke qenë në këto kushte, unë shikoj që nga mosha 19 vjeç, ai duhet ta ketë filluar, në rast se flasim për rastin konkret, më herët se kaq. Po edhe sigurisht rekrutimi është bërë për shkak të nevojës ekstreme. Dhe gjithmonë, duke mos u bazuar gjithmonë nga pamja jashtme, sepse këto duhet provohen në laborator dhe pastaj të themi janë apo jo të vërteta. Sepse ndonjëherë unë nuk jam dakord me policinë e shtetit, sepse prezumimi i pafajësisë ekziston për të gjithë dhe jo sepse policia e shtetit nëse ato nuk janë kokainë, nëse ato nuk janë kokainë, janë miell. E ka bërë qëllimisht dhe policia e shtetit nxjerr për statistikat e radhës.
S'keni parë ju, çuditeni ju. Nuk çuditeni. Ai nuk dënohet, në rast se nuk janë të vërteta. Nëse janë të vërteta, Po normalisht nuk do dënohet, pse? Nuk dënohet. Po nuk do dënohet në rast se nuk është të vërtetë. Nëse rezulton nga ekspertiza që nuk është sasi lëndë narkotike. Si mendoni ju? Po nuk mund të paja. Prezumimin pafajësisë. Më fal, nuk mund të pranoj unë se policia shtetit nxjerr një show të radhës. Nëse 19 vjeçari ka futur në lojë policinë. Policia Nëse ka një nga sektorët që për mua ka punuar dhe vazhdon të punojë, shumë mirë sektori Unë dua të kuptoj vetëm një gjë, në këto 3 muaj që është ndjekur ky 19 vjeçar, ka 3 muaj që ndiqet ky 19 vjeçar. Është zbuluar vetëm ky individ? Po, vetëm ai. Vetëm një individ në 3 muaj, as ku e ka patur banesën, as ku e ka punuar, ku e ka ndarë këtë, as ku i ka marrë këtë lloj sasie kokainë. Ky është problemi. Se kjo është pyetja që e kapin aty për atyre dhe nuk merren pastaj. Së pari nuk kemi të bëjmë me një operacion me një mega operacion apo me një operacion që përfshin shumë persona. Jo, do të jetë mega se të ketë fuqi nderuar. Por kemi të bëjmë me një operacion i cili jo vetëm nga të dhëna në rrugë operative, por edhe nga, le të themi, shpesh policia e shtetit punon me informator. Dhe janë po këta informatorë të cilët apo agjentët e antidrogës të cilët bëjnë edhe shitjen tek personat e caktuar, pra tek bëjnë blerjen tek personat të cilët shesin lëndë narkotike dhe duke mbledhur të gjitha këto e përkthejnë pastaj në provë dhe shkojnë edhe në arrestimin e personit. Së pari njëherë duhet teksuar që nuk kemi të bëjmë me një operacion të antidrogës, shpesh operacionet të cilat shkojnë edhe depërtojnë edhe tek personat ku merret sasia e lëndës narkotike apo ku cilët janë personat e tjerë të përfshirë në rrjet, janë operacionet të cilat bëhen nga sektori i antidrogës dhe jo nga komisariatet, pra nga ato sektoret e vogla që ka në komisariat, që janë shpesh agjentët e krimeve të cilët bëjnë, apo edhe patrullat të cilët konstatojnë. Ky është i komisariat, i Kamzës ishte djali, apo i arrestuari? I Kamzës i bie komisariati në kryeqytet, jo më fal, ndjes, në kryeqytet, nuk e di cili megjithatë është shtetit e mas, ka rëndësi komisariati. Duke qenë pse edhe shefi komisariatit duhet vlerësuar se ne s'mundet dot ata që punojnë mos i vlerësojnë dhe kritikojnë. I nderuar, vlerësojmë kur gjykata në fund fare e dënon në vendim të formës prerë dhe jo në aksion të tillë. Ka nevojë që të i nderuar duhet të saktësojmë vlerësimin e një personi që kryen hetimin. Ndërkohë që kur është sektori antidrogë i cili heton raste të tilla, në shumicën e rasteve kemi parë që ka shkuar edhe deri tek persona të cilët mund të jenë edhe furnitorë të lëndë narkotike, referuar edhe operacioneve të fundit që ne, apo të viteve më parë që ne kemi diskutuar jo rrallë herë, tek personat apo tek të gjithë antarët e grupeve të caktuara, por duhet teksuar edhe diçka tjetër. Ka jo pak raste kur personat veprojnë si të vetëm, pra nuk kanë njëri tjetër nga pas. Nuk ka një tutor, nuk ka një organizator, nuk ka një dhe çfarë ndodh? Mund të ndodhë që njëherë në 3 muaj ai merr një sasi të konsiderueshme, pra që mund të jetë 1 kilogram lëndë narkotike. Dhe këtë kilogramin lëndë narkotike e shtrin për gjatë 1 ose 2 muajve për ta shitur apo edhe 3 muajve për ta shitur, sepse aq që ka të nevojshme dhe aq që ka edhe klientelën. Dhe ky mund të jetë një nga rastet që funksionon në mënyrë të tillë. Ti e bëre si kabinë që shet ke parku. Ka që ka të nevojshme, vaj nuk po shet fruta e perime. Po sepse aq klient ka. E ka të ndarë ai Flori. Ka që klient ka mund, thot. Po ti e bëre si biznes i vogël, si mini market ke lagja që po shet. Dhe mua një buk, thot, ai më del për 1 muaj. Dakor, oke, dhe mund tjetë kjo hipoteza, po nuk besoj që nëse ne kemi arritur në këtë pikë që thua ti pastaj. Unë të bëj llogarit që mua më tregojnë ata të cilët shesin lëndë narkotike, sepse mund të punuar si vetëm. Pra nuk ka pasur persona të tjerë nga pas. Se nuk po kemi kapje të tjera çdo ditë. Ka pasur disa kapje, por jo mega operacione. Se vetëm ky person nuk ka ndarë para. Një statistikë individuale. Para flas që është arrestuar edhe ky 19 vjeçar. Para me kë? Nuk e di unë. Ka qenë i pari, pra rasti i parë, pra sa po dolën kapën, pastaj piqen, marrëstojnë dal nga burgu, pastaj prapë. Ka operacione herë pas hershme, unë do doja shumë që në fakt të kohë të kishte akoma më shumë, sepse për te operacioneve tempulli që u bëjnë, që u minimizua shpërndarja lëndëve narkotike, duket sikur kemi një rikthim në mas përsëri të personave që shpërndajnë.
personin fjalë? E diku tek 7 vjet në rast se nuk çfarë mase? Siguria arrest në burg e ka të sigurt e. Arrest në Republikën e prokurorëve, arrest në burg dhe s'ka Inshallah nuk del mjello avokatës. Po dolit, prezumimi pafajësisë është gjithmonë duhet jetë në hetimet paraprake dhe diçka duhet të them të qytetarët kuptojnë që jo kush do qoftë jetë ai që ka një përplasje me policinë ose prokurorin edhe të vendos prangat policia, duhet keni parasysh që është prezumimi pafajësisë gjëra kryesore, jo thjesht teorikisht, por edhe praktikisht. Dhe ajo tjetra është jo në çdo moment kur dikush ngre akuzë ndaj teje, do thotë që ti je i fajshëm. Sa ajo duhet provohet nga një gjykat e pavarur e paanshme. Dhe jo thjesht teorikisht, por edhe praktikisht. Që të jemi të qartë, avokat, pra nuk po merremi me personin, po merremi me fenomenin. Po them fenomeni. Pra na vurën prangën, po ne nuk mund të marrim taksative që ky person do dënohet. Të bëjnë paranë të shpejtë të shkurtër. Është një fenomen social që unë mendoj autoritetet përkatëse, pushteti qendror dhe lokal duhet të organizojnë që fëmijët e ri të dalin dhe të kuptojnë çfarë është jeta dhe në rast se kanë varfëri në familjen e tyre, shteti duhet të jetë rojtari që duhet të krijojë brezënëri e shqiptarëve, jo të dalin kriminal, por dalin të shkëlqejnë. Faleminderit Aida për gjithë detajet që mësolla.